Këtu diso parcela të cilat Hysen Durmishi ja ka kalu antarëve të PSD-s. Hajde flasim për skandalin më të madh se qysh lëvizja vetëvendosje i ushqen proksit e saj. Se vetëvendosja ko proks ju kam thonë gjithmonë, për krejt juve që s'keni besu, sot e kam me fakte zyrtare shtetërore. Me 14 dhjetor të vitit 2022, Hysen Durmishi hinë në marrëdhënie kontraktuale me Nal Nushin e PSD-s, me Adem Mexhuanin e PSD-s, edhe me Drilan Pirevën e PSD-s. Nal Nushi sekretari PSD-s, Ademi edhe Driloni antar të kryesisë së PSD-s. Nëse najherë e keni pas naj pyetje, pse këta nuk po merren me lëvizjen vetëvendosje, po merren me Lidhjen Demokratike të Kosovës, që këtë dokument është arsyeja pse këta merren me Lidhjen Demokratike të Kosovës, se i ka ble lëvizja vetëvendosje. A e dini përmes kujt i ka ble? Përmes Hysen Durmishit, njeriut më të dyshim brenda lëvizjes vetëvendosje, njeriut i cili është i infiltruar në skandalet më të mëdha qeveritare, njeriu i cili ka keq përdor mira e mira të nder një burimor e të ndera të kësaj qeverie. Qysh brenda opozit për një me e keni boshit blerje tukave me Hysen Durmishin? Qysh ti nuk ki problem me Hysen Durmishin, me hyrë marrëdhënie kontraktuale, e ki problem me Lidhjen Demokratike të Kosovës? A që kjo është opozit për një me? Hajde i analizojmë dokumentat. Që ky është dokumenti që është shkak që PSD-ja nuk guxon me ful për lëvizjen vetëvendosje. Po këtu prap e keqja nuk është PSD-ja, për arsye që Lidhja Demokratike e Kosovës betejën e ka me vetëvendosjen. Problemi këtu qëndron se qysh Hysen Durmishi, përmes së pasurisë së tij, e cila është jashtëzakonisht e dyshimt, len krejt të tjerët për me sulmu Lidhjen Demokratike të Kosovës. Çka po lexon në këtë kontratë? Kontratë për shitblerjen e pasurisë së palojshme. Me 14/12/2022, para meje, Miner Zekulli, notere, noter në Suharek, rruga Hajdin Berisha, me kërkesë që në bazë të deklaratave të vullnetit të tyre të hartoj aktin notarial të kontratës për shitblerjen e pasurisë së palojshme. U paraqiten identiteti i palëve, shitsi Hysen Durmishi, blersi Drilan Pireva, i cili është antar i kryesisë së PSD-s, opozitës për një me. Nal Nushi. Noli është sekretari PSD-s, merr tokë prej Hysen Durmishit. Personi tjetër, Adem Mexhuani, ekspoze, pasi që ky notar ka konstatuar se palojshmëria, objekti i kësaj kontrate ndodhet në rajonin zyrtar të këtij noteri, pastaj u bën në dëshirën e vërtetë të palëve. Në dëshirën e Nolit me i marrë tokë Hysen Durmishit është binë notere. Janë këtu diso parcela të cilat Hysen Durmishi ja ka kalu antarëve të PSD-s. Dëgjojmë tash këtë. Shitsi Hysen Durmishi deklaron se me vullnetin e tij të lirë, me vedije të plot, u ashet blerësve Drilan Pireva, Nal Nushi dhe Adem Mexhuani, të cilët deklarojnë se me vullnet të tyre të lirë i blejnë nga shitsi i shënuar palojshmëritë me numër të njësive kadastrale. Me vullnet të lirë, Noli opozita për një me. Kë kanë morë vesh në çdo pikë, në çdo nen të kësaj kontrate. Veç një nen pi mungon që nuk e pas kanë formalizu. Nal, unë ta jap tokën, ti e sulmon Lidhjen Demokratike të Kosovës. Këtu janë edhe nënshkrimet e Hysen Durmishit, Drilan Pirevës, Nal Nushit, Adem Mexhuanit, edhe dhënia e pëlqimit nga bashkëshortja e Adem Mexhuanit. Që kjo është hera e fundit që po merrna me juve. Dhe që dashta me ja vërtetu edhe popullit që ju jeni proksi të lëvizjes vetëvendosje. Edhe ju që jeni proksi të lëvizjes vetëvendosje, po jeni të blerë nga lëvizja vetëvendosje, e keni shit shpirtin për Hysen Durmishin e për lëvizjen vetëvendosje.